Zotrin Lapaj. Anesti, pas një jave proteste, si duket situata aty? Situata është njësoj si pothuajse ditën e parë, qytetarët janë të bashkuar rreth Adriatik Lapajt, një pjesë e madhe e antarëve të Shqipëria Bëhet janë përqendrojnë në këtë vend para kryeministrisë, qytetarë të ndryshëm teksa kalojnë për bërë xhirin e tyre në bulevarda për të mbaruar punët e përditshme, kthejnë kokën nga protesta, por nuk janë bashkuar masivisht siç është pritur nga kryetari i Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapaj, të cilin e kemi këtu në këtë protestë, do ta pyesim se çfarë pritshmërie ka pas ai dhe se si do të vijojë kjo protestë deri kur do të vijojë, por edhe për anën njerëzore të kësaj proteste, se si ja ka dalë në këto 6 ditë të qëndrojë pa lëvizur nga sheshi para kryeministrisë. Zoti Lapaj, faleminderit për pranuar ftesën për të qenë na dy CNN. Faleminderit ju. Ta nisim nga fillimi. Si e morët vendimin që të vijonit një protestë ndryshe këtë herë? Ju kemi parë në protesta në forma të tjera, protesta me 2 orë, 3 orë, 5 orë, para parlamentit, para kryeministrisë, por në këtë protestë, si e morët vendimi për të qenë një protestë afatgjatë, për të qëndruar ditë dhe net pa ndalur? Po, prej 2012-ës, kur unë jam angazhuar si aktivist, e deri më tash, ka pas forma ndryshme të protestuarit që jam angazhuar. Nuk është hera e parë që e bëj një format të ngjashëm, ka qenë pak më ndryshe. Protesta e Zharzës, ku ne jemi nis nga Zharza në Fier dhe kemi ardhur në Tiranë. Unë nisëm 25 burra të një fshati kundër Bankers Petroleumit atëhere, që sot po e din të gjithë që e ka bërë atë dëm dhe doli e vërteta, dhe arritëm që brenda 5 ditëve, 4 netëve të arrinim Tiranë mbi 1500 veta të cilët u bashkuan rrugës dhe ja dolëm ta fitonin plotësisht atë kaos në atë kohë. Ajo mori kohën e vet, pati dhimbjet e veta, ecëm në këmbë 136 kilometra, fletëm jashtë, rezistuam dhe ja dolëm. Edhe këtu po ndodhe njëjta gjë dhe do të ndodhe njëjta gjë. Ju thatë që nuk janë bashkuar siç ka pritur, në fakt janë bashkuar më shumë se ç'kan pritur, me thënë drejtën. Jo, kisha të pjesa e masivizimit të protestës. E qartë, ju keni drejt sepse në finale ai është qëllimi. Sigurisht që pritshmëria ime ka qenë që unë të dal kur mora vendimin dhe t'ja dal që të rezistoj fizikisht, sepse po shkoja drejt një të panjohure në mes të dimrit. Po kemi bërë protesta, po jo në këtë fazë të vitit që është shumë ftohtë. Për këtë arsye kjo ka qenë pritshmëria e parë. Në lidhje me njerëzit, nuk e kam pritur që do të vinin dhe do të flinin me mua mbi 30 veta që brenda 4-5 ditëve të para. Kështu që numri atyre që kalojnë natën këtu është mbi 30, mbrëm kanë qenë mbi 30 dhe po vazhdon. Në orën 5 çdo ditë ne kemi takimin me qytetin, ku këtu çdo ditë po shtohet numri, dje kanë qenë rreth 150 njerëz. Sot presim që numrat kalojnë mbi 300, ndoshta 400, dhe kështu dita ditës me rezistencë, duke e bindur qytetin, duke kaluar njerëzit dhe duke u bindur për qëndresën. Po në këtë orë që kam ndenjur këtu me ju, kam parë shumë njerëz që ju përshëndesin, ju përgëzojnë për këtë nis. Po ditën e parë nuk që kështu, ditën e parë thoshin çfarë janë këta, çfarë është këtu, nuk e dinin. Pra lajmi po hapet, njerëzit po reagojnë. Këtu kalojnë njerëz që janë kurioz, more dal t'i shohim a janë aty, makina që kalojnë dhe na përshëndesin. Pra, gjëja po merr. Dhe unë jam i bindur që në ditën e vazhdim do të marr edhe më shumë dhe uroj që atë që bëjnë bullgarët duke rrëzuar qeverinë, atë që ka nisur mbrëm rumunët duke parë bullgarët, atë që po bëjnë grekët, në të gjithë Ballkanin popujt po çohen sepse po çohen kundër korrupsionit, po çohen kundër padrejtësisë. Dhe në fakt, ajo që ndodhi në Bullgari nuk ndodhi brenda 2 ditëve. Mori javë të tëra derisa ai grupimi i vogël u bë i madh dhe pastaj u bë masiv. Dhe për 11-12 ditët e fundit masiviteti e detyroi qeverinë të dorëhiqej. Ajo që po ndodh në Rumani është e njëjta gjë, ajo që po ndodh në Greqi është pak a shumë një format i ngjashëm. Ju përmendi vetëm shembujt pozitiv, por në Ballkan ka qenë edhe një shembull negativ. Serbia për muaj të tërë dolën studentët, qytetarët kanë protestuar në të gjithë qytetet e Serbisë. Masiviteti ka qenë sikur më parë në atë protestë aq i madh, por sërish Vučići nuk është dorëzuar. A mund të jetë rast në Shqipëria do të shkojë me Bullgarinë, Rumaninë, Greqinë dhe vende të tjera apo me Serbinë? Si e shikoni? Vučići nuk është dorëzuar, po është më i dobët se kurrë dhe kjo është pak po e sigurt. Të gjithë e thonë këtë gjë. Dhe unë jam i bindur që dhe atje do të ndodh fitoria e qytetarëve.
Shiko, për të arritur gjërat e mira në jetë kërkohet sakrificë. Për shembull, dhe të bësh një trup të bukur kërkohet të lodhesh, bësh palestër. Dhe të jetosh shëndetshëm kërkohet të hash përgjithsisht ushqime që nuk janë fort të shijshme. Domethënë se ëmbëlsirat janë më të mira, po janë të dëmshme për shëndetin. Pra për gjërat e mira në jetë duhet sakrificë. Për të bërë një njeri ditur i zgjuar duhet lexosh, duhet harxhosh kohë. Edhe për të arritur qëllimet nga një protestë duhet harxhosh kohë. Duhet i bindesh njerëzit me qëndres, me rezistencë, se fundja nuk je i detyruar të rish. Unë s'jam i detyruar ta bëj këtë gjë. Unë e bëj këtë gjë se e ndjej. Unë e bëj këtë gjë sepse një njeri normal duhet të ketë dy alternativa, ose duhet luftoj ta bëj më mirë një gjë, ose duhet iki diku dhe ta bëj më mirë atje tutje, por nuk mund të rri në një situatë ndërmjetëse, dhe të shtypet. Njeriu një jetë ka, e duke qenë se ka një jetë, nuk mund ta jetojë atë si njeri i shtypur, njeri pa të drejta, njeri që mjaftohet vetëm me mbajtje ngjallë, njeri që kur e takon argumenti që t'i jep është po s'punova një ditë, fëmijët e mi nuk kanë çfarë hanë në darkë. Ky është gabim shumë i madh. Shoqëria jon nuk mund ta lejojë këtë. Shoqëria jon duhet luftojë për të ndërtuar një sistem shoqëror, ligjor, një rend të plot juridiko-social i cili i garanton qëndrueshmëri. Çfarë logjike ka që një njeri të ketë argument thot nuk dal dot se po ndonjë një ditë pa punë, ngelen fëmijët pa bukë. Që këtu është arsyeja pse duhet të dalësh. Sepse duhet të ndërtojmë një shtet, një shoqëri, një rend socialo-juridik që ti mund të rish dhe 2 javë pa punë dhe fëmijët e tu prapë të han bukë. Ti mund të rish dhe 1 muaj pa punë dhe fëmijët e tu prapë të han bukë. Kështu që përshëndes, faleminderit. Kështu që kjo është betejë. Pra çdo njeri që kur bën llogarit, po ndonjë një ditë apo 1 javë pa punë, fëmijët i ngelen pa bukë, ai është njeriu që duhet protestojë. Ai është njeriu që duhet revoltohet sepse e kanë lënë te buka e gojës. Ne jemi në fillime, por folëm për pjesën pozitive që qytetarët mbështesin ju, po për pjesën negative, ata qytetarë që apo analist apo njerëz të ndryshëm në këtë vendin tonë që thonë pse kaq vonë Adriatiku, pse tani, pse me pak njerëz. Janë kritikat që janë bërë gjithë të ditë, përveç mbështetjes keni pas dhe kritika. Absolutisht. Gjithmonë do ketë 2 anë. Në këtë vend ne jemi të ndërgjegjshëm që sistemi me parat që vjedh mban një mekanizëm shumë të madh të shplarjes së trurit të opinionit publik. Ka pafund analistë, po dalin një në jetë, të gjitha dalin, siç po dalin tani shumë gjëra që janë bërë me tenderat. Ka pafund analistë në këtë vend që marrin lek të padrejta të ilaçeve të vjedhura të këtij vendi për të bërë shplarje trurit të popullatës dhe për të ndalur për të hedhur ujë dhe për të lagur çdo flak, çdo shkëndi që të mos marrë e të mos e ndryshojë këtë realitet. Ka televizione që e bën këtë gjë. Ka njerëz që paguhen për të bërë komente në rrjetet sociale, janë 10 ramira patronazhistë të cilët mbajnë me lekët e mia, lekët e tua, lekët e ilaçeve të munguara. Sigurisht që ky është kujdesur të ndërtojë një strukturë gjigande të manipulimit publik dhe për këtë është i jashtëzakonshëm. Askush si ky nuk e bën dot. Po ta kish harxhuar talentin që ka në këtë drejtim dhe energjinë që harxhon për atë gjë dhe paratë që harxhon për atë gjë, për kauza të mira, për reformimin socialo-kulturor të vendit, për reformimin e ekonomisë, Shqipëria sot do të qenë një vend normal dhe nuk do të kishte arsye që ne dilim të protestoni. Po ky e ka harxhuar gjithë energjinë e vet se si të zhbëj dhe se si të prodhoj negativitet, se si ta vras shpresën. E pat zgjedhjen e avokatit të popullit? Ndoshëm ishte një zgjedhje kontestuar nga shumë ju e qoni turp, opozita nga ana e saj e qon prapë dhe turp pjesa tjetër që dha dhe firmat, por në fund u zgjodh. E dini arsyeën pse e bën ata ai? Ti mendon se ai s'kish kë bënte avokat populli dhe shkoi dhe mori një njeri që derdhi e shante? Po ai shani një tjetër, jo vetëm. E di pse e bën? Sepse do t'i jap disa mesazhe. Mesazhi i parë: bëni ç'të doni, përpiquni sa të doni, nëse doni të bëni karrierë, do faleni dhe do lëpiheni te Edi Rama. E para. E dyta, për t'i dhënë mesazh çdo njeriu në këtë vend që të gjithë ata që merren me publike kanë një pazar, e kanë një çmim. Kështu që lere të rri unë pazarxhiu më i madh, se në fund fare te unë do vinë do bëjmë pazar. Këtë bën ky. Ky nuk kujdeset si të investoj te e mira, ky kujdeset se si të investoj te e keqja. E keni vënë re ju se si e liga lartësohet në këtë vend? Dhe se si e mira hidhet balt, shahet, kundërshtohet, pse ashtu, pse kështu, pse dole, pse s'dole, pse sot, pse dje, pse nesër, pse me njerëz, pse pa njerëz, kur del me njerëz, ke dal me njerëz, kur del pa njerëz, ke dal pa njerëz. Ha? E keni vënë re? Ka një shpur të madhe të bërit shplarje trurit popullatës dhe e bën këtë sepse duke bërë këtë vazhdon t'i vjedh parat këtij vendi. E pat ju dje ç'a ndodhi në gjykatë kushtetuese?
Rrëzua vendimi, u pezullua për momenti vendimi i SPAK dhe GKK që pezullonte numrin 2 të qeverisë. Nëse ajo do të kishë ndodh, jo ajo më jo, një gjë e vogël më do të kishë ndodh për një njeri që lufton kundër këtij, këtu do të që bën namin e emisione, namin e analiza, namin në shkrime, pa fund, a thua se ai që hau i vendit. Ë? E mbani ju mend me ç'ndodhi me mandatin e atij që kishte fut ky, që bëri avokat populli. Me mandatin e verdh. Me mandatin që ishte daja e Endri Shabanit, pas folën për tezën tuaj, pasi që nuk rezistoi tillë. S'kam ndonjë tezë unë në parlament. Unë e di, por po them se çfarë ndodhi, që më pas ndodhi ajo që ndodhi që ju sini parlament. Duhet ja thoni qytetarëve që manipulimi këtyre është i tillë. Tani unë po them, ke parti ndonjë emision të madh të vendit të vi këtu dhe të bëj një emision për një kauzë të drejtë, se si qytetarët flen natën përballë një regjimi që ka kapluar çdo gjë në këtë vend. Ke parë ndonjë emision? Ndërkohë që gjithë emisionet kryesore në vend u morën se a do bëj ky deputet apo do bëj ai. Çfarë interesi publik kisha në raport me këtë këtu? Unë jam këtu, nuk s'më kupton. Jo, po e kam te pjesa që unë jam këtu. Falenderoj. Dhe unë gjej guximin të ta them ty, sepse duke ta thënë ty, të lartësoj ty që erdhe këtu dhe i bëj kritik atij gazetari apo asaj gazetare që ka emision në prime time, që as nuk e përmend. Kjo të nderon ty kjo që po them. Në rregull? Dhe unë po të shpjegoj si funksionon. Jo, do të pyes në nisje të gjithë karrierës tuaj politike, që para zgjedhjeve, e dinit që çdo kush kishte një çmim gjatë rrugës mund të shitej, apo se kishte menduar kur që aleati juaj më i mirë, më besnik, se nuk është se njëshit dije me zotin Shabani, kishit një vite që kishit kauzat përbashkëta, që mund të linden balt, mund të tradhtonte siç e keni shojtur tradhtar dhe keni thënë meriton ekzilin. I nderuar, unë e dija se nuk ka nevojë ta mendoja, ma thonë historitë e mbarshme botërore, po nga ana tjetër, ditë të them që 100 herë të kthehesha pas, unë prap 100 herë i besoj njeriut. Se nëse unë kthehem në një njeri me paranojë, një njeri që paragjykon, një njeri që mendon negativisht, nuk i shërbej më të mirës. Filloj dhe mendoj të keqen dhe filloj dhe kthehem në shërbim të keqes. Patjetër, tradhtia, pabesia janë pjesë e një rrugëtimi politik dhe i ka ndodhur çdo figurë thuajse botërore, çdo figurë thuajse kombëtare këtu në Shqipëri. Por kjo nuk do të thotë që ne ta fokusojmë të gjithë energjinë duke menduar të keq. Madje, duke menduar për të mirën, ajo na kthehet në fuqi. Çfarë ndodhi? U dorëzova? Jo. Rezistova, qëndrova dhe tani erdhi koha që qytetarët ta kuptojnë të vërtetën e madhe të skenaristit dhe regjizorit Edi Rama, që e gatoi në kuzhinën e vet të gjitha të shëmtirok, duke përdorur një njeri që është përbleu me postin e avokatit popullit. Sepse jeni bindur që ka qenë në gjitha një lojë e kryeministrit? Si jam i bindur ju, po si mendoni ju? U shua Shqipëria për të gjetë Partia Socialiste apo Partia Demokratike një njeri që ka qenë pjesë e mbështetësve të tyre? Se kaluan ata të njeri që ka qenë kundërshtar absolut i tyre, në dukje. Si ka mundësi që ky njeri që shante nga mëngjesi deri në darkë Sali Berishën mori 35 firmat e 37 firmat e deputetëve të Sali Berishës, madje njëri nga ata më ka bërë shumë përshtypje. Unë nuk jam marrë kur personale, ai më ka sulmuar edhe unë prap kam heshtur, se kjo është natyra ime, po më një gjë më bëri përshtypje. Nuk e kuptoja do të Klevis Baui si a kishte dhënë firmën atij që nuk i la më gjë pa thënë për baban e tij. E ka sqaruar dhe ka thënë që është një nder për një kolege që i ka kërkuar firmën, por ky ka qenë sqarimi i tij, po citoj zotin Balliu. Ky sqarim idiot në vetvete. Madje ky sqarim e bën të duket më keq se sa vetë firma. Ta mora si shembull se mund të hyj me radhën atyre emrave. Tani si ka mundësi 37 emrat Sali Berishës vajtën, po këta na kanë çar veshët, Sorosi. Këta na kanë, ai si ka mundësi? E nuk e ka mundë se fare, mirë bëjnë që ja dhanë, punë e tyre, se treguan veten. Pastaj, si ka mundësi këta të PS-s votuan me 84 vota? Pra, ajo që ka ndodhur është thjesht një skem, një regji. Pasi Edi Rama nuk e mori dot konsensusin tim që unë të besha bashkë me ekipin e Shqipëria bëhet palë në qeverisjen e tij. Keni thënë disa herë që u kanë kërkuar, po dalë ta kundërshtoj, jo, është fakt. Nuk e mohoj, po them edhe e di gjithë Tirana, e dini ju, e di gjithë Tirana, e din të gjithë ata që janë marrë
dhe janë në rrethet e politikës. Unë e di që ju u ka ardhur një ofertë për zënës ministër bujqësie dhe ministri tjetër, por interlokutorin nuk e ke treguar kurrë. Sepse në këto nivele, unë nuk mund bëj gafën që të dukem i pabesueshëm nesër për çdo njeri që mund të më vi dhe të bëj interlokutorin për çështje tjera politike. Unë them fenomenin, tani ky po ka ndonjë kundërshtim të dalë dhe ta kundërshtoj. Në rregull? Po të them edhe një herë, pasi e refuzuam me dinjitetin më të madh ofertën për të na joshur në muajin qershor dhe korrik, kaluan te varianti që shantazhonin politikisht mua që o do vish o do t'iki mandati. Rezistova dhe për këtë jam shumë krenar dhe koha më dha të drejtë dhe koha do më jap shumë të drejtë akoma se dale se do shohësh çfarë do dalin, se i drejti zhytet por nuk mytet kurrë. Dhe e vërteta gjithmonë shkon aty dhe haku shkon te i Zoti. Kështu që ti jesh i bindur ti që kjo që kemi nis këtu është forcë shumë e madhe në raport me ata atje. Sepse ai ka të merr të ketë përballë njerëz që guxojnë t'i thonë jo ofertave të tij. Sepse ai e ka të merr të ketë përballë njerëz që guxojnë t'i thonë të vërtetën mu po zyrës së tij. Sepse ai e ka të merr të ketë përballë njerëz që janë të gatshëm të marrin balt, kosto, dhunë psikologjike për muaj të tëra vetëm për të ruajtur të vërtetën dinjitetin dhe të vinë dhe t'ja përplasin poshtë zyrës së tij. Dhe të dalë dhe ta kundërshtoj. Por nuk e kundërshton dot ai, sepse ai e di që un kam të drejtë. Sepse ai e di që më ka hyrë në hak mua dhe 64.000 votuesve tan, sepse ai e di që manipulon këdo i del përpara, ble andej, bli këtej, duke e trajtuar dinjitetin njerëzor si plaçk në pazar, si gjë të gjallë që shitet aty në pazarin e Milotit javë për javë. Ju tashmë jeni këtu, por Ishalati ju Ende Shabani është në postën e avokatit të popullit dhe ka edhe detyrë që të mbikëqyr apo të inspektoj protestat. Nëse ka indicje që po ju shkelin të drejtat e njeriut, do ta prisni Ende Shabani si avokat populli? Gjigj Merimanga nuk është avokati i popullit që na përfaqëson ne. Gjigj Merimanga është një bashkëpunëtor, shërbëtor i regjimit të Edi Ramës. Jo që nuk e presim, po ne nuk e njohim si avokat populli, pra Lëvizja Shqipëria Bëhet nuk e njeh si avokat populli, sepse nuk plotëson kriteret e ligjit. Ju jeni gazetar, merrni kriteret e ligjit për avokatën e popullit, verifikojeni dhe shikoni që disa prej kritereve nuk i plotëson. Kriterin e aspektit profesional, ju keni dhe një kriterin e moralit shoqëror, merreni shikojnë. Për te i moralit, ju keni një deputet në kuvend, mund ta përdorni për të dërguar çështjen e gjykatës kushtetuese. Do ta bëni këtë gjë? Ai është një vendim që i takon kryesisë Lëvizjes Shqipëria Bëhet. Unë këtu në shesh nuk jam si drejtuesi i asaj partie, nuk ka logo, por Gjigj Merimanga, se kështu e thrasin tashmë qytetarët, Gjigj Merimanga nuk i përfaqëson qytetarët e kësaj republike, është në historinë botërore i vetmi avokat populli në historinë globale që nuk e do populli. Nuk ka. Është avokat i Edi Ramës në atë institucion që ka një buxhet, nuk e di, rreth 2 milion euro. Sa aq ka? Do e marr me shkres, po në dijenin time rreth 2 milion euro në vit është buxheti. Kështu që Gjigj Merimanga është avokat i Edi Ramës, nuk është avokat i popullit. E hëna vjen shpejt në sheshin para kryeministrisë, ku ju jeni, ngrihet dhe një foltore e Partisë Demokratike. Mund të ketë një bashkim në atë ditë, mund të ketë përplasje, çfarë do të ndodh kur ju jeni këtu, por do të vi dhe demokratët? Unë mendoj që sheshi nuk është pronë e imja, ase këtyre të tjerëve këtu. Sheshi është i çdo qytetari. Çdo qytetar ka drejt të vit protestojë, të vazhdojë përpara. Ky është koncepti jon. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet kuptoj momentin në të cilin ndodhet vendi. Nuk është koha për dëshmuar që një parti vjen dhe bën një protestë, sepse Partia Demokratike nuk e mund dot sot Partinë Socialiste. As Lëvizja Shqipëria Bëhet nuk e mund dot sot Partinë Socialiste për shkak të regjimit që ka ndërtuar ky. Sot Edi Ramën, se është parti individ, parti shtet, parti individ shtet ky që ka ndërtuar këtë, e mund vetëm populli. Pra nëse qytetarët dalin për te i partive, për këtë arsye do qes zgjuar prej tyre të mos ngeleshin peng i logos dhe i emërtimit,
por të lejonin flukset qytetare të aktivizoheshin vetë, pa i ndalur. Kjo është në interesin e tyre, në interesin e të gjithëve, në interesin e Shqipërisë, sepse nëse ata dalin bëhen pa dashje një digë që mobilizon pastaj gjithë pjesën tjetër. Kjo duhet jetë për tej. Unë jam i gatshëm si Adriatik që nëse popull i derdhet masivisht në rrugë, në një moment caktuar të bëj një hapas dhe unë. Si, qyteti, qytetarët, njerëzit, pa daojim, fare hiç, të bëj unë një hapas, nuk e dua leadershipin e madh, pa diskutim fare, një hapas. Mjafton që ta nxis ato tek. Pastaj një hapas dhe njerëzit ta rrethojnë dhe të mos iki më ky nga kjo zyrë pa dhëndorëqen. Kështu bëhet kjo punë. Kjo punë nuk bëhet hajde këtu fol, ik pastaj hajde fol, nuk bëhet kjo. Ashtu lodhesh. Këta punojnë me turne voa, ka 3 turne policie ky. Turni parë, turni 2, turni 3, nga tetor 24, s'lodhet shteti. Marrin rrogën për atë punë. Kjo bëhet, populli në shesh e rrethon, nuk ikën më pa ikur ky, kaq, s'ka diskutim. Kështu bëhet. Pastaj tjetër punë, mund të jemi mirë, se ndoshta shumica janë mirë. Unë mendoj që më mirë se bugarët, rumunët dhe grekët nuk jemi, mendoj. Shumë falenderoj zoti Lapaj për këtë intervistë. Unë falenderoj shumë për kohën. Anesit, falenderoj dhe unë ty për intervistën dhe gjithashtu zotin Lapaj për kohën që na dedikoi, ndërkohë që ne të nderuar teleshikues do të shkojmë në selinë e Partisë Demokratike, ku është mbledhur kryesia e saj dhe kryetari zoti Berisha është duke mbajtur fjalën e tij.